Tentakulat e policisë kapin 5 trafikantët e kanabisit. Është finalizuar operacioni policor Tentakulat për goditje në një grupi kriminal të implikuar që prej vitit 2019 në shitje dhe trafikim të kanabisit. Siç njofton policia, janë identifikuar 10 pjesëtar të grupit që e shisnin drogën në lokale në Tiranë dhe e trafikonin atë në Kosovë. 5 prej tyre janë arrestuar, ndërsa 5 të tjerë janë në kërkim. Në kuadër të operacionit Tentakula, Drejtoria për Hetimin e Krimit të Organizuar e Departamentit të Policisë Kriminale të DPSH-s në bashkëpunim me DVP Tiranë dhe me DVP Dibër, si dhe në ndrejtimin e Prokurorisë së Tiranës, ekzekutoi masën e sigurisë arrest në burg të caktuar nga Gjykata e Tiranës për shtetasi DU, 45 vjeç, AG, alias AG, 47 vjeç, MG, 56 vjeç, JT, alias YH, 51 vjeç dhe RD, 30 vjeç. Gjithashtu, në kuadër të këtij operacioni janë identifikuar dhe shpallur në kërkim shtetasit AD, alias AD, 51 vjeç, AD, 48 vjeç, NG, 35 vjeç dhe T, 24 vjeç dhe IP, 34 vjeç. Këta shtetas akuzohen se të organizuar si grup që në vitin 2019 kanë siguruar lëndë narkotike kanabisativa nga zona të ndryshme në Kruj dhe Dibër dhe më pas e kanë shitur në lokale në Tiranë dhe kanë trafikuar atë në Kosovë. Nga hetimet dyshohet se 10 shtetasit janë bashkëpunëtor për kryerjen e këtyre veprave penale me 11 shtetas të identifikuar nga policia e Gjirokastrës gjatë operacionit policor të ndodhur në muajin nëntor të 2024-s. Punohet për nxjerrjen përpara përgjegjësisë penale të gjithë pjesëmarrësve të grupit. Materialet procedurale u kaluan prokurorisë për veprime të mëtejshme, thuhet në njoftimin e policisë.